Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 shkopinjt, heremiti, magjistari, 9 monedhat dhe karroca që ranë njëkohësisht. 7 shkopinjt nënkupton se ju jeni në një pozicion ku duhet të mbroni veten, qëndrimin tuaj ose atë që keni ndërtuar. Nuk është e lehtë, ndiheni sikur duhet të qëndroni në mbrojtje. Heremiti nënkupton se kjo ju çon në tërheqje, në reflektim, nuk jeni shumë të hapur, kërkoni përgjigje brenda vetes, jo jashtë. Magjistari nënkupton se pikërisht aty ndodh kthesa. Ju kuptoni që keni fuqinë për të ndryshuar situatën. 9 monedhat nënkupton se ju rifitoni pavarësinë, vetë vlerësimin, ndjenjën e tipit. E di çfarë? Unë jam mirë edhe vetëm me veten time. Nuk kam varësi emocionale dhe kjo është gjëja më e vështirë që një njeri mund të arrijë në jetë, të jeti pavarur emocionalisht. Karroca nënkupton se në fund ju merrni drejtimin tuaj, nuk prisni më, veproni. Ju kaloni nga mbrojtja dhe izolimi në një rikthim të fuqishëm të kontrollit dhe drejtimit të jetës suaj. Fillimisht ndiheni sikur duhet të mbroni veten nga diçka ose nga dikush. Pastaj ju tërhiqeni, analizoni, kuptoni më thellë dhe papritur diçka ndryshon. Ju e kuptoni që nuk jeni të bllokuar. Ju rifitoni kontrollin dhe vendosni të ecni përpara. Kartat këshillojnë të mos kini frikë nga tërheqja. Ajo po ju çon drejt fuqisë suaj. Ju jeni ai ose ajo që drejton rrugën, jo rrethanat. Kalojmë tek familja. Në familje kemi drejtësia të dashuruarit, 10 shpatat, 6 shpatat. Në familje, duket se kemi një histori shumë të fortë vendimi dhe mbylljeje. Drejtësia nënkupton një të vërtetë që duhet përballur, një vendim që duhet marrë. Të dashuruarit flet për një zgjedhje të rëndësishme, shpesh emocionale ose që prek marrëdhënie, që mund të jenë marrëdhënie në çift ose marrëdhënie me anëtarët e familjes. 10 shpatat nënkupton një fund të dhimbshëm, një situatë që mbaron, që lëndon. 6 shpatat flet për largim, kalim në një gjendje më të qetë. Një vendim i vështirë në familje çon në një fund, por edhe në një qetësi pas tij. Një situatë nuk mund të vazhdojë më si më parë dhe duhet të bëhet një zgjedhje, por kjo nuk është e lehtë. Kur vendimi merret, mund të jetë i dhimbshëm, por i nevojshëm. Dhe më pas fillon një fazë më e qetë, një largim nga tensioni. Kartat këshillojnë të mos evitoni vendimin vetëm sepse dhëmb. Disa funde janë çlirimi që ju duhet. Nëse për disa nga ju në familje kanë të bëjnë me dikë të shenjës së ajrit, binjak, peshore, ujor, atëherë ai ose ajo shtyn për një vendim në familje. Edhe pse kjo mund të jetë e vështirë në fillim, në fund sjell qetësi dhe largim nga tensioni. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi temperanca, faqa e kupave, 3 monedhat, hëna. Në dashuri, kjo është një nga energjitë më të ndjeshme dhe delikate. Temperanca nënkupton balancë, durim, përpjekje për të harmonizuar një lidhje. Faqa e kupave flet për ndjenja të buta, emocione të pafajshme, një afrim i sinqert, një hap emocional. 3 monedhat flet për përpjekje për ta ndërtuar diçka, që mund të jetë në formë bashkëpunimi. Por hëna sjell paqartësi, emocione të fshehura, frikë, dyshime, diçka që nuk është plotësisht e dukshme. Duket se ka ndjenja dhe përpjekje, por jo gjithçka është e qartë. Ju ose një person tjetër përpiqeni të mbani një balancë në këtë lidhje.
Ka një afrim të butë, një komunikim emocional. Ka edhe përpjekje reale për ta ndërtuar atë, por ndërkohë diçka mbetet e paqartë. Ndjenja që nuk thuhen, frikëra të fshehura, ose një realitet që nuk shihet plotësisht. Kjo krijon ndjesinë e tipit është diçka e bukur, por nuk jam I ose e sigurt çfarë është saktësisht. Pra ka ndjenja dhe përpjekje, por paqartësia mbetet dhe ajo që nuk thuhet hapur krijon më shumë konfuzion se sa afrim. Pra, mund të jetë dikush në jetën apo në mendjen tuaj që ka ndjenja për ju dhe ndoshta merr iniciativë, por nuk shprehet plotësisht, duke krijuar paqartësi, ose mund të jeni ju që veproni kështu, duke mbajtur një pjesë të emocioneve të pathëna edhe pse ka interes real. Kartat këshillojnë të mos e mbani vetëm ju balancën dhe mos e pranoni paqartësinë si diçka normale. Kërkoni qartësi me qetësi. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 shpatat, 2 shpatat, 6 kupat, 3 shkopinjt. Në punë duket se kemi një bllokim që lidhet me të kaluarën dhe vendimin. 8 shpatat nënkupton se ju ndiheni të bllokuar, të kufizuar mendërisht. 2 shpatat nënkupton se nuk po merrni një vendim, po e shtyni. 6 kupat, lidhje me të kaluarën, mund të nënkuptojë një punë ose një mënyrë ose një situatë të njohur. 3 shkopinjt flet se ju shikoni përpara, për mundësi të reja, horizonte të reja, ose për pritje. Duket se ju jeni të ndalur sepse jeni ende të lidhur me të kaluarën dhe ndoshta nuk po vendosni për të ardhmen. Ndiheni sikur nuk mund të lëvizni, por kjo nuk është sepse nuk ka mundësi, është sepse ju nuk po vendosni. Ka diçka nga e kaluara që ju mban, mund të jetë një person, një punë, një zakon. Ndërkohë, e ardhmja po ju pret, por kërkon që ju të bëni një hap. Kartat këshillojnë të mos qëndroni në atë që është e njohur vetëm sepse është e rehatshme dhe ju keni rënë në qetësi, pra është e njohur për ju. E ardhmja kërkon guxim, jo siguri të vjetër. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi dhimbje. Dhimbja tregon një proces të vështirë emocional. Ju përpiqeni të mbani balancën, por zhgënjimi ju detyron të ndaleni dhe të shihni ndryshe. Pikërisht përmes kësaj dhimbjeje vjen një e vërtetë e qartë dhe pas saj hapet një fillim I ri emocional, më I pastër dhe më I sinqert për ju. Paçim.